7 skuadra të tjera të kualifikuara kanë ardhur në këtë turne final duke kaluar 2 kualifikuese, duke u renditur të parat, pra shkalla e vështirësisë është shumë e madhe në këtë kundërshtar. Nëse do isha futbollist e thashë më parë, ju isha shumë i lumtur në këtë shok, sepse luaj edhe kundër skuadrave edhe me një emër të madh. Them që përsëris nga pamja e nivelit sportiv, unë mendoj që janë gjithë njësoj, por emri i madh luash kundër Gjermanisë, Francës, Portugalisë, është një eksperiencë unikale, nuk të vjen shpesh dhe këtyre i jepet ky shans që t'i luajnë këtë ndeshje para shokëve të tyre 17 vjeçar në Shqipëri, para prindërve të tyre, para miqve të tyre dhe para gjithë sportazëve shqiptar. Me çdo lloj kundërshtari nga këta, rezultati sportiv nuk është i lehtë, është shumë i vështirë. Ajo që e përsëris atë që tha Klaus Gjesu Lançor, çunat që do luajnë ta shijojnë kampionatin, ta shfrytëzojnë këtë eksperiencë për karrierën e tyre, për të rritur pak apo shumë profesionalisht dhe për të marrë maksimumin të asaj që kanë.